Allahu i manduar do të thotë në qiell ka vendosur rregull. Dhe vendosin e rregullit në qiell ai ka marrë përsipër. Tash shikoj si funksionon për mrekulli. Ndërsa tokën na ka lënë neve dhe vendosim rregull. Dhe shikoj si e prishin. Prandaj na thret Allahu xhalla xhelaluhu shpesh në Kur'an që të marrim mësim në tokë për të rregulluar ata si mos rregullimit të qiellit. Shikoj si janë të ndarë yjet, si janë të ndarë. Shikoj nata me dinë si sa bukur ndryshon apo thon asnjëherë për shembull dita nuk këmbgul që nuk ja shkruani pushtetin natës apo. Përfundoi ku ajote. Shka dhe në mënyrë të mrekullueshme kur përfundon pushteti i ditës apo shkon i lëshon pushtetin natës. Ndaj këtë disiplinë, këtë rregull na mëson edhe neve tokë si duhet që të respektohemi, ta ndëgjojmë njëri tjetrin, të lëshojmë rrugën njëri tjetrit e kështu me radhë. Ndaj ky rregull që Allahu e ka përmend në Kur'an, që mbretëron në qiell, ku çdo kush e ka vendin e vet, e ka rolin e vet, është i autorizuar për diç, nuk është askush mbi këtë rend, është diçka që duhet të marrim mësim për të në jetën e kësaj bote.